Mirdita të gjithë vëllezër, motra, kudo që t'jeni, Zoti t'ju bekoj. Ja ku jemi prapë sot bashku me takimin e radhës si gjithmonë. Sot prekimi temë 3. Dhe lavdi Zotit radhë parje që na mundëson të këtë takim. Edhe prekim të temën korrja, shiu parë dhe shiu fundit. Edhe të flasim ku do dali shkrimi shenjtë me këtë shiun e parë, shiun e fundit. Kemi është të bukur në fakt, se si në Izrael ishte kjo mënyra se si Perëndia para se të përgatishin terrenin për të punuar, desh të binte shiu parë, pra për të mbjellë farën. Kështu që vinte shiu parë edhe terreni u përgatiste, edhe kështu u mbillte fara. Pastaj kishte një kohë, një farë sezoni thatësie, si mu të themi, edhe pastaj Perëndia dërgonte shiun e dytë për të përgatitur pra terrenin për korrje. Kështu që ka një shi të parë që përgatitet nga Zoti vetë për mbjellje, edhe ka një shi të dytë që e bën Zoti pra që terreni të bëhet gati për korrje. Kështu që kemi shiun e parë dhe shiun e fundit. Po ta shpjegojmë sot. Edhe lavdi Zotit si gjithmonë që na jep mundësinë që të ndajmë të mesazh, të fjalë. Amen. Bëjmë lutje, japim misardhjes frymës shenjtë, edhe që të na udhëheqë si gjithmonë në këto mesazhe. Haleluja, atë Perëndi, ja ku jemi prapë të bashkë sot për këtë takim. Të falenderojmë Zot që e mundson. Je ti Perëndi, shiri jot i mrekullueshëm që na mban prej dore. Ky hir jot o Zot që ti na adhuron për ditë, na mbush për ditë me këtë hir, sepse jemi ajo vegla, Zoti i Madh, ajo ena në dorën e poçarit. Ti na more nga shkretë të tjera, na more nga i moçali, o Zoti i Madh, nga kjo botë, nga ky lluc, na modelove, na formove, na pikturove, po na pikturon për ditë, e po na mbush, o Zot, me hirin tënd, duke na përdorë për lavdinë tënde. Ne që s'meritoshim asgjë, Perëndi. Falenderojmë, o Zot, që konsiderohemi shërbëtorët e tuaj. Nuk jemi shërbëtor, jemi bij, por jemi bij që shërbejmë. Kemi preferuar të shërbejmë ty, Zot, ashtu si ti na shërbeve ti, Zot, për 3 vjet e gjysmë gati. Akoma sot fryma e shenjtë është në shërbimin tonë. Angjëjt e qiellit janë rreth i qark nesh, ne nuk jemi vetëm. Dhe të falenderojmë, Zot, ashtu dhe ne jemi të gatshëm, Zot, për çdo shërbesë. Të falenderojmë atë për mundësinë, të falenderojmë për këtë takim, për fjalën. Si gjithmonë lutem dhe jap misardhën frymës shenjtë, na udhëheqi, të na vajosësh, o Zot, të flasësh ti frymës shenjtë me anë të nesh, të prekësh vëllezërit e motrat kudo që të jenë. Në emër të Krishtit Jezus, shoqëroj këtë fjalë si gjithmonë, o Zoti i Madh, pse jo, me këtë korrje shpirtrash në të rradhës, Zoti i Madh, me një korrje që atë që kemi mbjell, atë farë që kemi mbjell, atë fjalë, Zoti i Madh, që është vendos tashmë në zemrat e shumë vetëve, bëj që me kanë ti mesazhe, Zot, ta dëgjojnë edhe të jepën përpara. Kjo quhet një korrje, Zot, që të korrim shpirtrat për mbretërinë e Perëndisë. Perëndi, të falenderojmë. Eja frymën e shenjtë. Na bekoj, Zot, na bekoj secili nga ne. Falenderoj në emër të Krishtit, që beku qoftë. Gjithjet në vetë. Amen. Haleluja. Okej. Prekim të temën e re. Shiu parë, shiu fundit. Në fakt, gjithë të që kanë lexuar Dhjetën e Vjetër e kanë parë mënyrën se si Perëndia dërgonte në kohën e vjeshtës, afër, ndoshta pak më tej vjeshtës, dërgonte shiun e parë, edhe shiu parë ishte për të përgatiste terrenin për të mbjellë fare. Pastaj, mas një sezoni thatësire, dërgonte shiun e dytë,
ose të fundit, mu themi, për këtë radhë dërgonte shiun e dytë për të përgatitur terrenin për të korrur, jo për të mbjellur. Pra një shi të parë për të mbjellur dhe një shi të dytë për të korrur. Unë bëna titullova aty korrja, sepse tani pse korrja? Korrja sepse po vjen dita që ky shiu parë dhe shiu fundit të vinë në një çast, të vinë në një ditë, të vinë në një moment. Dhe do shikojmë si vjen ky shiu parë dhe shiu fundit në të njëjtin moment. Vjen, nga ana natyrore nuk vinte, po nga ana frymore vjen. Edhe da shikojmë sot si vjen. Edhe lavdi Zotit që Perëndia vepron, edhe pse Perëndia i njeh zemrat. Edhe shumë veta e kanë marrë fjalën, edhe pse nuk janë dhënë akoma përpara që të pranojnë Krishtin, po tani ky është ai sezoni, ai momenti që ky shiu parë, pra mbjellja e fjalës, dhe shiu dytë dhe korrja e këtij shpirti pra, që i të pranojnë Krishtin, të vinë në të njëjtën ditë, në të njëjtin moment. Ne zemrat nuk i njohim. Zemrat e njerëzve janë shumë që edhe pse nuk janë shfaqur ndoshta, nuk janë demonstruar ndoshta, nuk bin syt paktën, po e duan Zotin dhe kërkojnë në një mënyrë apo një tjetër. Edhe këto që kërkojnë, këto që duan, ashtu siç thotë dhe Bibla, kushdo që më kërkon me gjithë zemër, unë do t'i gjendë më ditë. Kështu që të gjithë që kanë zemër nga Zoti, por kërkojnë, ndoshta kanë dëgjuar fjalë, kanë dëgjuar shumë mësime, predikime të ndryshme dhe akoma nuk janë bind, ky është momenti që t'ipën përpara. Ky është momenti që ky shiu fundit, ky shiu dytë, të përgatis terrenin edhe shpirtrat të korrën, të shpëtohen. Amen. Pse jo? Nëse, gjithë dim tani me siguri që ne sot përjetojmë ato kohët e fundit. Tashmë e besoj që me gjithë shka që ndodh me luftrat, me këto viruset, me këto mënyra se si bota po shkon, po erësohet dita ditës, po jetojmë në të vërtetë të ditë e fundit, dhe në fakt nga janë shikojmë këte, si më themi, rënje, këte apostazi, si e quajnë, nga ana morale e flas, okay, e shikojmë të shturje në botë, po nga ana tjetër, po shikojmë një rizgjim të madh që nuk është parë kurrë në të gjithë historinë e njerëzimit. Kështu që ne sot ndodhemi në një pikë ku të shikojmë po e shikojmë madje, po do shikojmë manifestimin e madh të frymës shenjtë në të gjithë historinë e njerëzimit që s'ka ndodhur asnjëherë. Do shikojmë, po e shikojmë, fakt, po shikojmë se po shikojmë një rizgjim, një ungjillizim, po shikojmë një përhapje të ungjillit që s'ka qenë kurrë më parë, ma aq më shumë tani me anë të rrjeteve sociale, me anë telefonatave që bëjmë me njëri tjetrin, duke i folë me anë telefonit që dikur se kishim të mundësi. Madje ne në Shqipëri as u bote fjalë fare që t'i fliqim dikujt për Krishtin se s'dishim gjë, mjaftonte të respektoheshe fejen e vet. Se cili të respektonte fejen e vet, dhe ishim rregull. Të duhet. Akoma sot është kjo moto me këto fetare, që thot mjafton të jesh i pastër, mjafton mos bësh te, mjafton ta dush, se si e ndjek te Zoti, se si e don te Zoti, mënyrën se si ti e ndjek ose i shërben Zotit, pra ato gjithë rrugët duke një lloj, por faktikisht nuk është ashtu. Kështu që prandaj ky lloj ungjillizimi, ky zgjim, ky rizgjim pra që po shikojmë sot, nuk ka qenë kurrë në gjithë historinë e njerëzimit. Dhe shikojmë një manifestim të madhërishëm të frymës shenjtë, po vjen edhe ajo, si më themi, ajo dita, ajo dallga fundit, që gjithë presim dhe këtë dallgën e fundit, që do bëhet, si më themi, një tërmet i madh, me kuptimin do jetë një rizgjim i madh, dhe aty pastaj do ndahet, si themi ne, shapi nga sheqeri. Kush e ka zemrën nga Zoti, do kthehet. Kush nuk e ka, nuk kthehet dhe mjaft. Po do vi dhe kjo, lavdi Zotit, po e presim gjithë, po ka ardhur, më themi, ka filluar. Kështu që ne jemi, është fut. Gjithë e presin një dallë fuqishme, në fakt, edhe unë e imagjinoj të dallë fuqishëm që Zoti e para rrëmbimit kishës do bëj diçka,
do ta shkundi çik akoma më shumë, sepse njerëzit nuk po dinë ku po shkojnë. Po atë që po shikojmë edhe tani deri tani në ditët tona, shikojmë një rizgjim që s'ka qenë kurrë më përpara në gjithë historinë e njerëzimit. Okej? Pra, gjithë dim, madje deri në vitet 80, shumica e evolucioni ishte shumë i lartë numri i evolucionistëve që nuk besoshin ke Perëndia, por besoshin ke diçka, si më themi, duke nisur nga ky Big Bang, siç kemi folë për evolucionin, edhe ishin më shumë evolucionista se sa besoshin ke krijuesi, ke Zoti. Po tani dhe e mohoshin fakt në atë kohë, mohoshin edhe mrekullitë hyjnore, mrekullitë e Zotit. Por sot 90% po shikojmë tani që çfarë rizgjimi ka ardhur. Që edhe 90% e popullatës beson sot në mrekullit. 10% janë shumë pak ato që akoma nuk besojnë. Dhe kjo do të thotë që këto janë ditët dhe koha që ne po kalojmë shumë emocionante, mos e themi, emocionale. Pra ne besimtarët e Krishtit sot kemi atë derën e hapur, kemi atë portën e hapur për të thënë të gjithëve që Jezu Krishti është e vetmja përgjigje. Se shumë vetë kërkojnë pse këtu, pse atje. Si këtu, si atje. Madje tani po shikoj që duan edhe të sulmojnë Biblën, të kundërshtojnë Biblën, hedhi poshtë Biblën, me të filozofit, me të idetë e famshme, edhe kërkojnë shumë gjëra, po ne erdhi momenti, edhe ne gjithë si besimtar e kemi këtë privilegj, e kemi këtë çelës në dorë, që kemi këtë derën e hapur, që në gjithë ne mund t'i themi që përgjigja është një, Jezu Krishti, ajo është përgjigja. Pra, për të demonstruar të gjithëve të vërtetën, ullën edhe jetën. Kush është e vërteta? Nuk ka të vërtet tjetër për te Biblës, nuk ka të vërtet tjetër përveç Krishtit. Çdo tjetër është një vërtet rrem, vërtet falso. Kështu që e vetmja ullë, e vetmja vërtet dhe e vetmja jetë, ne e kemi këtë, dhe kemi këtë derë hapur dhe na duhet ta bëjmë. Dhe t'i themi të gjithë njerëzimit që është Jezu Krishti, përgjigja vetme. Sot ne si besimtarë të krishterë që ndodhemi në një pozicion të mrekullueshëm. Pse? Sepse tek Isaia lexojmë, çfarë thot Isaia? Ke Isaia 60, 2 vargjet e para lexojmë. Çohu, shkëlqe, sepse drita jote ka ardhur dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi ty. Sepse ja, terri mbulon tokën dhe një errësirë e dendur mbulon popujt. Por mbi ty, kur mbi ty kush? Mbi ty, mbi mu, mbi ty, që po dëgjon tani. Mbi ty ngrihet Zoti dhe lavdia e tij duket mbi ty. Mbi ne. Çfarë kuptoj me këtë mbi ne? Nga herë isha me një grup kur ishte aty, ishte edhe pastor Arjan Larashi, që Zoti ta bekoj për pastor Arjan Larashin, se kam shumë respekt për atë vlla pastor, dhe ishim blodh aty dhe vlla Albani publikoi një foto, publikon si gjithmonë në fakt, edhe për t'i dhënë një shpjegim se cili sipas asaj që mendon. Edhe ishin ca qiri, drita, me fjalë që si shkëlqente drita. Edhe bëra këtë krahasimin se si drita, sepse këtu thot lavdia e Zotit pra shkëlqen mbi ne. Gjithë dim dhjetën e vjetë, për shembull, kur priftërit të hyshin në vendin e shenjtë, ju desh gjë e parë të mbaj, sepse siç e dim ishte ligj nga Zoti Perëndia që drita lampa në vendin e shenjtë nuk do të ushunte kurrë, do të rrinte vetëm e ndezur. Pra kjo na mëson neve sot që drita e Krishtit në jetën tonë do të rrihet ndezur na ditë, nuk shuhet, nuk mund të shuhet kurrë. Edhe që ta mbashe tani atë llampën ndezur gjithmonë që mos të shuhonte, u desh të pastronte fitili për ditë dhe të hulte vaj llampës për ditë. Edhe kjo na mëson që ne, duke qenë që jemi thirrë të jemi drita në këtë botë,
Dhe ne duhet ta pastrojmë fitilin e mendjes tonë me fjalën e Zotit për ditë dhe të mbushemi me vajin e frymës së shenjtë në lutje për ditë. Dhe vetëm kështu mund të ndriçojmë, se përndryshe nuk ndriçojmë dhe fikemi. Ja pse Pali na mëson ke Efesianët që ta mbajmë ndezur frymën e shenjtë. Pra mos e shuani frymën e shenjtë, pra rrini ndezur. Po ku do dalë me këtë? Do dalë që aty ke Mateu thot për shembull që ju Krishti është ai që flet, thot ju jeni drita e botës. Po faktikisht ta marrësh nga janë, po të lexosh Biblën, zbulojmë që Krishti është drita e botës, jo ne. Ne nuk jemi drita e botës, por neve na zgjolli Krishti që me anë të Jezusit ne të ndriçojmë në këtë botë. Pra ne sot jemi bërë drita e botës fal Jezusi, jo nga vetë, sepse po themi ne jemi, mburremi çik, sikur është merita jonë. Kështu që si puna diellit, dielli është Jezusi. Hana jemi ne besimtarët e Jezusit, toka është bota ku është sot në errësirë. Kështu që ajo që e ndriçon Hanën dhe ndriçon pastaj edhe botën është dielli. Nuk është merita Hanës. Kështu që dielli është Krishti. Çfarë bën dielli? Çfarë bën Krishti? Ndriçon Hanën, pra na ndriçon neve, ne jemi Hana. Edhe ne fal tani kësaj drite të Krishtit ndriçojmë botën. Kështu që ne nuk jemi drita e botës, po ne jemi thirrë nga Krishti që të jemi drita e botës, sepse po themi që jemi ne, duke sigurisht merita jonë. Prandaj ta ndallojmë pak që ne jemi, okay, sepse Jezusi thotë ju jemi, po kur, si? Fal Jezusit. Sepse ai ndriçon me anë të nesh. Në fakt u thotë mbi ty. Nuk është diçka që varet nga ne me fjalë, mbi ty, sepse kjo vajosja e frymës së shenjtë, pra që manifeston si përfundim, siç e dim, këtë tektonikën e drejtësisë, siç folëm edhe këtë Zoom ditë, që do flasim edhe këtu, do flasim për kur të vi momenti, do flasim për ato 3 dhuratat që jati bëri djalit plëngprishës, dhe t'i marrë një nga një se janë shumë bukura, edhe i ndava këtë Zoom, i fakt, i mbarova, po do thosha që kjo vajosje e frymës së shenjtë manifeston dritën e Krishtit, pra me anë të nesh, ne me të vërtetë jemi thirrë nga Jezusi dhe drita e Krishtit me anë të nesh reflekton, sepse është vajosja ajo e frymës së shenjtë që na jep të fuqi të jetojmë për Krishtin. Ne nga vetja nuk e dalim dot. Kështu që kemi nevojë për fuqinë e Krishtit, sepse vetë Jezusi, që ishte Zot e Perëndi, edhe për Jezusin, sepse erdhi dhe u bë njeri si ne, por ishte e nevojshme vajosja e frymës së shenjtë dhe fala saj ai filloi të predikojë, fala saj filloi të ndriçojë, fala saj filloi të bëjë mrekulli. Kështu që edhe ne, fal kur Krishti, o më mirë për Krishtin ishte e nevojshme vajosja, aq më shumë ne për sot është shumë e domosdoshme vajosja, sepse pa vajosjen e frymës së shenjtë, pa këtë vajin, pra ne shuhemi. Ne mund të kemi edhe fjalën, sepse fjala çfarë bën tani? Fjala pastron fitilin. Fitilin e mendjes tonë. Ashtu si u pastronte llampa fitilit atëherë, dhe ne sot këtë mendjen tonë e pastrojmë pra për këtë fitilin tonë të mendjes, e pastrojmë me fjalën e Zotit. Edhe llampa është pra kjo që është e kompletuar me anë vajit që është fryma e shenjtë, dhe janë të dyja pra që ecin bashkë. Pra këtu jemi ke, siç thash, jemi këtu ke Isaia 60, 2 vargjet e para, pra po lexoj edhe herë. Qohu shkëlqe, sepse drita jote ka ardhur, dhe lavdia e Zotit u ngrit mbi ty, sepse ja, terri mbulon tokën, pra immoraliteti, shturja, rënja, ka mbulu tokën, dhe një errësirë e dendur mbulon popujt, pra një shturje totale. Por mbi bijtë e Perëndis, mbi ne, mbi ty thot ngrihet Zoti dhe lavdia e tij duket mbi ty. Amen, kështu që ne nuk kemi nevojë as për qiri tani, as për dhamp, që të rrinë ndezur. Kur, si që dim këtu, kur në atë ndërtesë që ndodhësh, ku aty ku ka dritë, që është Krishti në këtë rast, nuk ke nevojë që ti kesh nevojë, nuk është nevojë për pra një qiri apo një llampë. Por kur drita fikët, atëherë ajo kandel, ose i qiri, ose llampë ndezur, bëhet shumë e rëndësishme. Edhe në fakt në botë, dritat janë fikur. Edhe ne jemi thirrë se llampa në këtë botë. Pra të gjithë ne, sidomos ne shqiptarët, dhe jemi që fillim në kohën e komunizmit dhe hajde më një lloj edhe atëherë, po në artin e demokracisë, siç e dim, pa edhe një problem të madh me dritat. Edhe është diçka kemi praktikuar gjithë ne shqiptarët e gjë, sepse
kur dritat, na ikshin shpesh dritat, edhe kur dritat ikin, ne çfarë bëjmë? Filloshim të kërku kush qeriun, kush llampën, kush krepse, si pra që të ndriçonte pak. Edhe këtë për të gjetur diçka që të ndriçonte më shumë pastaj. Pra, një llampë vajguri që do ndeshim, a ku ta diun, dhe fal asaj dritet vogël, ati kunjt vogël që në ndishë, ose një çakmakut vogël që e kërkoshin pastaj llampën, pra fal asaj dritet vogël, ne gjeshim diçka më të madhe që të ndriçonte. Pra nisim çakmakun për shku për të gjetë llampën, nisim një kush krepse për shku për të gjetë qeriun, dhe pastaj ajo vogla bënte që të kërkoshin një më të madhe, dhe kështu të ndriçonte më shumë. Kështu që e njëjta gjë po ndodh edhe sot në botën e errësirës ku ne ndodhemi sot. Sepse jo besimtarët, pra paganët, po na afrohen neve që të ndriçojmë për të gjetur udhën nëpërmjet nesh. Amen. Kështu që ata tani po na afrohen sepse ne shikojnë dritën e Krishtit. Dhe shikojnë diçka që nuk e ka bota, dhe tani ato për të gjetë këtë dritën, afrohen nëpërmjet nesh. Ne jemi në këtë rast tani se i kuj shkrepsës, ose se i çakmaku vogël. Pra se e drita vogël. Për shku për gjetë diçka që të ndriçojë më shumë. Që është Krishti vetë. Amen. Kështu që prandaj gjithë ne kur na ikshin dritat, do të nisim i kuj shkrepse, dhe shkojnë që të gjeshim qeriun, ose llampën, ose çakmakun, shkojnë të gjeshim të kështu bëpën bota. Po vjen që ne tani. Po vjen që ne, që matë ne shkojnë gjejë atë që të ndriçon më shumë që është Krishti vetë. Edhe ne jemi thirrur për këtë gjë. Pra ashtu si një errësirë, ashtu si në një errësirë pra të dendur drita shkëlqen më shumë, sepse më errët jetë, më shumë drita duket nga larg, ashtu edhe ne sot në këtë botë të korruptuar dhe të errët nga ana morale, ne ndriçojmë më shumë. Më shumë bota shturët, më shumë pra bëhet imoraliteti, më shumë shkon errësira dendur, ne si bitë e dritës duhet të ndriçojmë, duhet kemi kujdes aty sepse ne jemi thirrë që të futemi në të botë, po mos përzimi me të botë, dhe për fat keq shumë krishterë i kanë marrë koka herë pak, ose kanë rashkitur në shumë gjëra, edhe janë fut për të demonstruar dritën dhe janë bërë vetë si errësira. Kështu që prandaj ne mund përzimi me botën, por nuk mund të bëhemi kurrë si bota. Ne jemi thirrë që të ndriçojmë, sepse marrim përgjegjësi për çdo gjë, për një fjalë goje do marrësh përgjegjësi, jo më për gjeste, për ku ta diun. Pra, fakt ne shikojmë sot që shumë persona kërkojnë sot të dinë më shumë për Zotin tonë. Dhe kjo dhe madje do të kërkojnë që të lutmi për ta. Gjithë dim, ne po e përjetojmë vetë, kemi edhe grupin e lutjes. Sa veta janë që kërkojnë që ne të lutemi, sepse kene shikojnë diçka tjetër. Kene kur flas kene, jo që grupi jonë këtu dhe mjaftë, kene flas si ne besimtarë, si ndjekësit pra të Krishtit kudo që jemi, edhe shikojmë se si janë shumë ato që po na kërkojnë, janë shumë ato që po na afrohen dhe kërkojnë dhe lutje që të lutemi për ta, sepse shikojnë një dritë në ne që ata nuk e kanë. Shikojnë një dritë në ne që në botë, ose në feja tjera, nuk e gjejmë. Pra, dhe kjo do thotë që stina e duhur është kjo ku ne mund të korrim tani të shpirtrat. I shpirtrat janë të humbur. Errësira ka bërë që t'i mbuloj. Okej? Dhe kjo është momenti që ne pra t'jemi. Kjo është stina pra e duhur dhe është ky momenti që ne të korrim shpirtrat e humbur. Por edhe nga ana tjetër shikojmë dhe lavdi Zotit po na nënshtrohen dhe demonat, jo vetëm që shpirtrat e humbur të shpëtohen, por edhe demonat e ferrit të dridhen. Të shkundër nga jeta jonë, jo vetëm nga jeta jonë, nga jeta jonë ato kanë ikë, po edhe nga jeta e tyre. Sepse shikojnë që ata nuk po ja dalin dot me këto rituale, me këto praktika, me këto feja, bam këtu, bam atje. Prandaj shikojnë diçka kine dhe kërkojnë që ne të lutemi për ata. Edhe kjo është momenti që ne tani ti shpallim Krishtin.
që kështu fryma e shenjtë ti bindi dhe ta korri me të shpirt, sepse është momenti i korrjes. Ke kantiku i kantikëve, kapitulli 4, vargu 2 lexojmë. Dhëmbët e tua janë si një kope delesh të qethura, që kthehen nga vendi i larjes, të gjitha kanë binjakët e tyre dhe asnjë prej tyre nuk është shterp. Wow. Falit pi pak ujë. Tu shikojmë, po e lexoj edhe herë. Është çike vështirë si varg, po do bëhet i lehtë. Dhëmbët e tua janë si një kopet delesh të qethura, që kthehen nga vendi i larjes. Këto kopet. Të gjithë kanë binjakët e tyre dhe asnjë prej tyre nuk është shterp. Tu shikojmë që Perëndia po na rikthen çdo bekim për jetën tonë. Bolleku frymor po afrohet. Okej? Ai shugurimi ose shejtrimi i përditshëm që pak të shejtrim asnjë s'e sheh Perëndin, po afrohet. Flaka e frymës shenjtë po afrohet me bollek mbi ne dhe fruti është i mjaftueshëm si një lum që rrjedh me shumicë. Amen. Kështu që në fakt ne sot po manifestojmë lavdin më të madhe të frymës shenjtë, që nuk ka ndodhur kurrë më përpara në gjithë historinë e njerëzimit. Por nuk duhet të jemi si ato që në kohën e Geleonit flakën tutje shpatat. Okej? Dhe filluan të pinin ujë si qenë. Sepse ato jo vetëm që e flakën shpatën, për që kush është shpata? Fjala e Perëndis. Por as nuk shikonin përpara për të qenë të gatshëm për betejë. Dhe gjithë dim historinë. E kam shpjeguar dhe herë punën e atyre, sepse ishin 32.000 gjithsej. Nga 32.000, gjysma iku gati vetë, ngelën pak, Zoti tha jam prap shumë, pastaj ngelën si përfundim, nuk e di sa ngelën ke ca mi, se mos ku 10.000, nuk e di, pastaj Zoti tha janë shumë prap, futit pinuj. Edhe i futit pinuj. Edhe gjithë ato që u futshin me dy dur, pra ato të futesh me dy dur, mbrena ke një pellg ujti, do të thotë që shpatën, që në këtë rast themi biplan, me fjalë, e ke hull tutje. E ke hull tutje dhe ja fut me dy dur dhe të pisi qenë. Kurse ato që e majtën shpatën, pra e majtën shpatën kështu, edhe nga në tjetër pishin ujë me dorë të e çu kështu, Zoti ishin vetëm 300 burra këto, Zoti tha këto mi ndaj veç. Këto du tha. Pse? Sepse Zoti nuk ka nevojë për shumicën. Zoti do njerëz besnik, që të rrinë besnik, që ta duan me zemër, po që të jenë besnik edhe të fjalës. Perëndia don shumë ata që i bindën fjalës. Dhe gjithë to 300 burra e majtën shpatën në dorë dhe pinë ujë me dorën tjetër, pa hull shpatën. Dhe tha Zoti këto mi du tha, sepse shpata është fjala e Zotit, siç e dim. Kështu që edhe sot, kushdo që e hell tutje Biblën, okay, sado ti përkasësh Krishtin, sado ti të besosh, por nëse ti u hull tutje Biblën, pra që është shpata, ti nuk je në gjendje për betejë, nuk je. Dhe pas që je në gjendje për betejë, do thotë i humbur. Prandaj sa rëndësishme është pra që ta marrim shpatën në dorë. Edhe siç e dim pra, ato që ishin gatshëm për betejë, që jemi ne sot ungjillorët, si më themi, që ne mbajmë gjithmonë fjalën, nëse nuk e hodhim kur nga dora, se lëshojmë nga dora, pra, ishin vetëm 300 burra, okay, edhe gjithë dim. Këto pra si jo vetëm që nuk e lëshun shpatën nga dora, por kur pin ujë, sepse me një dorë merrshin ujin dhe e dërgonin gojë, por edhe shikonin përpara, pra, që është shumë e rëndësishme, sepse kjo janë dy gjëra. Kur ti u zhytesh me të dyja dura, do pisi qenë, ti mirë që ke hull shpatën, por ti as shiko dot përpara se çfarë po ndodh, se kush po të vjen.
Kurse ato që e mashin shpatën, rrishin drejt edhe pishin, e çoshin me dorë, pra edhe shpatën e mashin, po edhe shikoshin përpara. Kjo është në tjetër e rëndësishme kjo historia e këtyre 300 burrave. Pra, ja pse Zoti zgjodhi vetëm këto 300 persona. Dhe ne duhet pra të bëjmë të njëjtën gjë, të mos e lëshojmë Biblën nga dora, e të shikojmë përpara, siç tham gjithmonë, unë ecim përpara, për këtë betejë frymore që po na pret. Po na pret gjithëve, do të ecim përpara, të shikojmë përpara, mos kthehemi as anësh, as mbrapa, që s'bëhet fjalë. Para dhe me shpatën dorë. Ke Isaia 43, vargjet 18-19 lexojmë. Mos kujtoni më gjërat e kaluara. Mos shqyrtoni më gjërat e lashta. Ja, unë po bëj një gjë të re. Ajo do të lëshoj dek. Nuk do ta njihni ju? Po. Do të hap një rrugë në përshkët e tjerë. Do të bëj që lumej të rrjedhin në vendet e vetmuara. Atë sa bukur është ky kapitulli. Në fakt kam përgatitur një mesazh këtu. Kjo duke se e kam titulluar se s'maj mendnia shumë. Rruga në shkretetim, duke dhe kam pashu. Po, këtu Perëndia pra, nuk lëviz, nuk lëviz në jetën tonë, në qoftë se ne nuk harrojmë atë që na ka ndodhur në të kaluarën. Është një problem serioz. Të kthehesh mbrapa, të kujtojsh të shkuarën. Dhe kjo do të thotë që ka diçka që ti nuk e ke fal akoma. Ka diçka që ti të ngacmon. I ligu po të mban akoma lidhur. Edhe Perëndia nuk lëviz. Pra, mos shikojmë më të kaluarën. Çdo mjerim, çdo konfuzion, çdo smundje ose fatkeqësi na duhet për fatkeq edhe fatkeqësit. Po na duhet që t'i harrojmë, thot Zoti, dhe na duhet që të koncentrohemi të gjërat e së nesërmës. Dhe kështu pra të lëshojmë dek, dhe gjërat e reja po na presin, kemi një të ardhme të bekuar. Zoti don ta manifestoj, sepse Zoti na ka beku tani në të ardhme, edhe pse ne nuk e shikojmë, po don që tani të manifestohet kjo, për shumë veta për shumë e mbajnë vetë lidhur këtë gjë, sepse akoma shikojnë brapa të kaluarën. Ja sa e të mërshme është e kaluara. Prandaj duhet ta harrojmë. Në fakt për që Isaia 29, nga 18 lexojmë deri ke 24. Isaia 29, 18 deri 24, Bibla thot: Të shurdhët do të kuptojnë atë ditë fjalët e librit dhe të shiruar nga errësira dhe terri, sytë e të verbere kanë për të parë. Haleluja. Të përullurit do të mund të gëzojnë akoma te Zoti dhe të varfrit e njerëzimit do të ngazllohen tek i shenjti i Izraelit. Sepse tirani do të jetë zhdukur, tallësi do të jetë shkatërruar dhe do të jenë shfarosur tërë ata që kurdisin pa udhësi, që dënojnë një njeri për një fjalë, që i kurdisin kurthe atij që gjykon te porta, që prish të drejten e të drejtit për asgjë. Prandaj kështu i thot shtëpisë e Jakobit Zoti që shpengoi Abrahamin. Tani e tutje Jakobi nuk do të turpërohet më dhe fytyra e tij nuk do të zverdhet më. Por kur do të shoh bijtë e tij veprën e durave të mia në mes të tij, ata do të shëjtrojnë emrin tim, do të shëjtrojnë të shenjtin e Jakobit, dhe do të kemë frikë nga Perëndia e Izraelit. Ata që kanë frymë të përdal do të arrijnë në këtë gjykim dhe murmuruesit do të mësojnë doktrinën e shëndosh. Çfarë shikojmë këtu? Pra, shikojmë që Perëndia po dërgon një rizgjim, po dërgon një çlirim ku? Në malin e Sionit. Kush është mali i Sionit? Pra, po bën të çlirim mbi bijtë e popullit vet, mbi bijtë e tij.
sa inkurajim janë to vargjet. Edhe ke Abdia, që është një kapitull, vargu 17 thot, por mbi malin e Sionit do të jenë ata që mbjetuan dhe do të jenë një vend i shenjtë, dhe shtëpia e Jakobit do të shtjerë në dorë pronat e veta. Tu shikojmë përsëri atë që Perëndia po përgatit për ne. Dhe ne jemi të gatshëm sot të pranojmë që Perëndia na prek mendjen me zbulesat e tij, që na prek zemrën tonë me praninë e tij, që na prek me të gjallërimin e frymës së shenjtë, aq sa ata që nuk e njohin frymën e shenjtë do ta kuptojnë të. Por ne që jemi në sigurinë e frymës së shenjtë do të mësojmë doktrinën e shëndosh dhe po e mësojmë për ditë të dotrinë, fal frymës së shenjtë, sepse siguresa ose siguria po afrohet për gjithë. Pra, edhe për ata që janë më të dobët, edhe ata që janë të rinj, sepse Perëndia po përdor njerëzit e tij nga të gjithë anët për tufën e vet, për njerëzit e vet. Në një mënyrë apo në një tjetër, Zoti po përdor gjithë mjetet, po përdor gjithë njerëzit e vet për t'u ushqyer ato që janë të dobët, për t'i netur një mbështetje atyre që janë të rinj. Po i përdojnë nga gjithë anë, edhe lavdi Zotit që edhe me anë të rrjeteve sociale, ne gjithmonë bëjmë anën tonë, aq sa mundemi. Ka plot që nuk mund të shkojnë në përkisha, ose nuk arrin do të gjejnë një kishë të mirë. Edhe marrin me anë të rrjeteve sociale, s'ka asgjë, derisa të vi dita që edhe ato ta gjejnë edhe kishën e vet. Në zemër e kanë, po janë shumë që se kanë, sepse ashtu janë problemet, po ja që lavdi Zotit, Perëndia po na përdor edhe në këto mënyra, po përdor çdo lloj mënyre. E lum ata që i përdorin edhe këto rrjete sociale për Perëndin. Sepse siç po shikojmë nga ana tjetër, armiku don t'i vjedhë kohën njerëzimit, po njerëzimi nuk po arrit kuptojnë. Po humbi gjithë kohën që kanë, sa që vlen kjo kohë, aq që çmuar është kjo kohë. Ato vetëm që ta përkushtojnë totalisht Zotit, ja përkushtojnë tyre qefeve të beta, edhe ku Zoti po bën të gjithë gjërat, pra po bën gjithçka, sepse siç e dim që ne do të jemi çik të mençur si gjarpi, pra të jemi çik ginakan kjo pikpamje me kuptimin që ashtu si djalli kërkon t'i vjedhë i botës pra kohën, dhe ne si bijtë të Perëndis tani të filtrohemi, të hyjmë që këtë kohë t'ja bëjmë kuptojnë atyre që kjo kohë është shumë e vlefshëm dhe ke mundësi ta konsumosh për Zotin edhe jo për botën. Prandaj edhe ne po bëjmë një punë tani që edhe me anë të rrjeteve sociale kemi grupe Zoomit, anekne, edhe lavdi Zotit, shikojmë që Perëndia po na bekon. Edhe nga kjo pikpamje, shikojmë që Zoti është me ne, po lëviz fuqishëm, edhe lavdi Perëndis, në të vërtetë, sepse ato që e kanë, ato që thot Bibla, kushdo që më kërkon me gjithë zemër do më gjej, sepse në një mënyrë apo një tjetër, jam unë, ai thot Zoti, thot që e nxjerr nga ajo situatë dhe lëviz me anë të njerëzve të vet dhe i rrin pra në dispozicion, si më themi, çdo njeriu që ka nevojë. Dhe sot asnjëri mos tankohet sepse nuk po dëgjoj fjalën apo nuk ka mundësi këtu apo nuk vin lutja apo s'ka plot sa dush. Kështu që kemi kisha, kemi grupe, kisha është prioritet si gjithmonë, po kemi edhe këto grupe. Kështu që Perëndia po lëviz me anë njerëzve të vet që t'i rri pranë pra edhe atyre që janë më të dobët, që janë më të ri, edhe lavdi Perëndis, lavdi Zotit. Ke Joeli, pëlqen kjo ke Joeli, ke kapitulli 2, atë Joeli 2 të lexoj fillim vetëm vargun e parë. Pëlqen kjo thot, i bini boris në Sion dhe jepni kushtrimin në malin tim të shenjtë. Le të dridhen të gjithë banorët e vendit, sepse dita e Zotit po vjen, është e afërt. Edhe këtu ke Joeli, pra ke kapitulli 2 Joelit, por të shkojmë te vargjet, shkojmë nga 12, nga 12 deri në 19 besoj. Atë ke Joeli 2, nga 12 ke 19 me që jemi këtu, lexojmë.
Prandaj tani, thot Zoti, ktheuni tek unë me gjithë zemrën tuaj, me agjerime, me lot dhe me vajtime. Grisni zemrën tuaj dhe jo rrobat tuaja, dhe ktheuni tek Zoti, Perëndia juaj, sepse ai është i mëshirshëm dhe plot dhe mshkuri, i ngadalshëm në zemrim dhe me shumë dashamirësi, dhe pendohet për të keqen që ka dërguar. Kush e di? Ndoshta kthehet dhe pendohet, dhe lë pas tij një bekim, një ofertë ushqimesh dhe një libacion për Zotin, Perëndin tuaj. Pra bën një pyetje këtu. Kush e di? Ndoshta kthehet dhe pendohet, dhe lë pas tij një bekim, një ofertë ushqimesh dhe një libacion për Zotin, Perëndin tuaj. I bini Boris në Sion, shpallni një agjerim, thërrisni një kovend solem, mblidhni popullin, shejtroni konvendin, mblidhni pleqt, mblidhni fëmijët dhe foshet e gjirit, të dalë dhëndri nga dhoma tij dhe nusja nga dhoma saj e nusërisë. Midis portikut dhe altarit le të qajnë priftrit, ministrat e Zotit, dhe le të thotë: Fale, o Zot, popullin tënd, dhe mos ja lër trashëgimin tënde turpit apo nënshtrimin nga ana e kombëve, sepse do të thotë midis popujve: ku është Perëndia e tyre? Atëherë Zoti u bë xheloz për vendin e tij dhe i erdhi keq për popullin e tij. Zoti do të përgjigjet dhe do t'i thotë popullit të tij: ja, unë do t'i dërgoj grur, musht dhe baj, do t'i keni me bollek dhe nuk do t'jeni më turp i këmbëve. I kombëve, më falni. Nuk do t'jemi më turp i kombëve. Nuk do t'jemi më. Madje atyre do t'i vi turp për ato fjalë që kanë hedhur kundër nesh. Kjo është ajo që shikojmë këtu. Pra këtu shikojmë që Perëndia i plot fuqishëm po thret njerëzit e tij, shërbëtorët e tij, që të lutën, që të agjerojnë, jo vetëm për shërbesat ku ato janë, po që janë thirrur të bëjnë apo për të mësuar edhe të tjerët, por edhe të qëndrojnë të ushqyer në frymën tonë duke mësuar gjithnjë. E ta marrin bekimet që Perëndia pra ka përgatitur për ne. Pra për të parë ato të dashurit tanë mbi gjithë dhe bijtë tanë të shpëtohen duke shpallur emrin e Zotit kudo. Kjo është ajo që ne jemi thirrur. Tek vargu 19 që lexojmë Zoti do të përgjigjet dhe thotë: po vi, ja unë do të dërgoj grur, musht dhe vaj. Marrni vend, grur, musht dhe vaj. Gruri është zbulesa e fjalës Perëndis. Mushti ose vera, si mund ta quajmë, sepse vjen nga rrushi edhe kjo, është shejtrimi. Ky shejtrimi i freskët i frymës shenjtë. Dhe vaj këtu çfarë reprezenton si përfundim? Forcën, fuqinë. Prandaj kemi, ja po lexoj edhe vargu 23 me që jemi këtu ke Joeli 2:23. E bukur kjo ke vargu 19, gur, mush dhe vaj. Gur është vetëm zbulesa e fjalës Perëndis, sepse gruri, buka. Mushti del nga rrushi, duhet, se mos gaboj, edhe ose vera në këtë rast mund ta bëjmë pra që është gjithmonë simboli i shejtrimit, pra një shejtrim i freskët i frymës shenjtë. Dhe vaj këtu reprezenton, siç e dim, vaj vajosës, fuqinë. Të tre këto kanë nga një zbulesë, shikon që nuk humbas si gjë e Zoti është mrekullueshëm, nga dhjata vjetër që flet pra në mënyrë simbolike, përdor këto gjëra, pra gruri, mushti, këto drithra, këto gjëra, po nga ana tjetër, nga ana frymore, e shikojmë se si përputhet, sepse mbështet dhjata re, që me të vërtet kemi nevojë për fjalën e Zotit, me të vërtet kemi nevojë për këtë shejtrim freskët që na bie fryma shenjtë, pra
me anë të kësaj fjale dhe kemi nevojë për forcë, fuqi që është bajosja. Ja pse shikon pra, shikon, e dim gjithë, pranosh Jezusin, është gjë tjetër. Të bajosësh me fuqi nga Jezusi, që gjithë ne e dumte, ajo është e forca, ajo është e fuqia. Edhe gjithë ne kemi në dispozicion. Nëse du të lexoj vetëm vargu 23 se shikoj që prandaj e bërë edhe aty pjesa parë se nuk është që kisha shumë vargje, po nuk janë pak. Që ka ngel prap goxha dhe kështu që prandaj duhet ta bëj edhe rast tjetër, por po lexoj prap vetëm te vargun. Ke Joeli 2:23 lexojmë. Prandaj gëzohuni o bitë Sionit, dhe kënaquni, ngazëlloni tek Zoti, Perëndia juaj, sepse ju ka dhënë shiun e parë me drejtësi, edhe do të bëjë të bjerë për ju. Shiun e parë dhe shiun e fundit në muajin e parë. Mani mend, në muajin e parë. Të dy bashkë. I diçka që nuk ekzistonte, nga ana natyrore, që bënte Zoti, pra, se e thash dhe në fillim, binte shiun e parë nga vjeshta. Pse binte ke shiun e parë? Që të përgatitej toka, të përgatitej terreni për të mbjellë farën. Pastaj kishte një sezon thatësire, disa muaj, 3-4 muaj më duket. Pastaj dërgonte shiun e dytë këtë radhë për të përgatitur terrenin për ta korrë atë që ishte mbjell nga shiu i parë. Okej? Po këtu thot që shiu i parë dhe shiu i fundit do vinë në të njëjtin çast, në të njëjtin muaj. Po ku do dalin këte? Me këte Zoti do flasim të njëjtën, sepse të njëjtën do po dalin të se janë kam goxha vargje dhe nuk dua të shpejtoj se pata unë çik problem me barkun sot, po lavdi Zotit ja dola. Edhe tendën do shpjegojmë akoma më mirë sepse pikërisht për këtë edhe po flasim, kjo është tema. Që këtu do të dalë si përfundim, pra, si ke shiu parë dhe shiu fundit. Do shpjegojmë më mirë si vinë edhe ku do dalë i Zoti me këtë Perëndia, ku do dalë i fryma shenjtë më mirë me këtë vargje, se edhe pak shpjegova në fillim, por do të analizojmë më mirë rast tjetër. Okej, se ndava në dy pjesë, po të shkosha shumë gjatë, do kalosha një orë ca, pastaj do shpejtosha në folme, nuk i shpjegosha ndoshta edhe aq mirë, kështu që më mirë ke 45-50 minuta do të jenë, besoj që janë më saktë. Edhe goxha prapë është, unë gjithmonë tham do ndaj vetëm ke gjysore, jo më shumë, po më hik gjithmonë më shumë se gjysore. Nejse. Okej, ditën e njëjtë do ta përfundojmë bashkë te mesazhin, do bëjmë pjesën e dytë të fundit. Kështu që si gjithmonë ju falenderoj edhe për sot, Zoti t'ju bekoj, edhe shifrim i të njëjtën, si gjithmonë ju falenderoj edhe për komentet, për lutjet, për mbështetjen, jo vetëm për mua, por për gjithë ato moderatorë që dalin ke kjo faqe, që i mbështesni, edhe Zoti t'ju bekoj të gjithë, me të vërtetë se ne me të vërtetë dalim këtu për ju, po nga ana tjetër kemi edhe ne nevojë për ju. Kështu që mbështesim njëri tjetrin. Edhe ju falenderoj, Zoti t'ju bekoj, shihni të njëjtën pra. Pafshim.